Lotët e të varfërit janë si lumi që rrjedh dhe nuk ndalet kurrë, sepse një i varfër, përveç shtëpisë që i mungon edhe dashuria nga njerëzit. Qështu në për shtëpia të huaja, në fakt kjo është e vllaut, po nuk kem drejt me jetu këtu, kështu që... Pse s'ki drejt me jetu? Po njëri ka punë të veta, sanë të veta dhe duhet me jetë shumë. Që shpëjetën? Tu punosh ka pak, për shtëpisë po kam mundësi me bë, për tjera sene, po ja dalë. A merë në ndihmë sociale në? Po. Merë? Po, 110 euro. 110 euro. Dej para se me nisë me punu? Me social që të këne jetu ka pak edhe ka pak që të punu privat. Ku mujtë me punu, ku punu, ku s'ku mujtë. Ke apliku në komunë shtimës për shtëpi? Pse? Së një arrinj me bo? Jo, s'ka mundësi. S'ka mundësi në dhe shpijën, kështu që në pas shpejsat e njerëzit e vënetit mirë dhe të komunë aku më apliku. Edhe më kanë dhe një lajmë që ka mundësi me bo diçka nëse aplikon aty të më. është një farë dhe i shprejse. Okej. Aja aplikim të shpranu, në kanë arme të një shpinë. Edhe kjo shtëpi me bashkëpunimin, me mërëndumin e bashkëpunimit me komunën e shtimës. Në ndartimin e 30 shtëpive njëra prej aty në edhe e Shashivarit. Po, Shashivarit. Përhaj. Urime, përhaj u kohët. Po vazhdojmë të familja radhës. Por në këtë botë, Zoti mund të vonoj, por kur të haroj, sepse një ditë mund të kesh një qelsë, që do të hapësh një shtëpi të re. Shumë mirë, faleminderit. Allah ju shpërblet. Kurçë që ka kontribu, Allah ju shpërblet. Falënderimet e kanë Allahut, edhe çdo kujt që ka kontribu për këtë shtëpi. Shtëpia është gjithçka në rregull, i plotson kushtet për jetesë. Falenderoj çdo kush që ka kontribu në çfarëdo forme, çfarëdo forme që o kanë për të mëjshme. Aty në kanë kushtet më të vështira, shumë më të vështira, e këto është gjithçka domethënë ka ndryshuar, më me thonë 100%. Falënderimet e kanë mas pari Allahut, edhe çdo kush që ka kontribu për këtë shtëpi, edhe veçanti shoqatës Jetimet e Ballkanit,